Flamur Noka para 11 majit u tregon gishtin e mesit të socialistëve, duke ju treguar në një farë mënyrë që këtë do të merrni me 11 maj. Po tani që PD-ja humbi. Po ka futur gishtin Flamur Noka. Ja kam pre. Ja kanë pre gishtin, a? Kush e preu më? Po vetë më e pre. A ka pre vete? Se ka guxim robi me e pre gishtin vete? Po që kushtoje? 3.000 vetë. Pas 11 majit të gishtin, që nëzori për tjetër e mori për vetë. E mori për vetë. Pa, kaq. E kuptova. Shkurt e kuptuar e se. Tani që PD-ja humbi ku e çe gishtin Noka. Sa pa mund të bashkë janë gjithë. To mundohen shanë mua, unë e shaj atë edhe populli s'ka fmi. Po, me që jemi të shajtmja, Flamur Noka i nxjerr gishtin e mesit të socialistëve. Që mos është më mirë ai, unë të mjësoj janë. E marrë. Hajnë pinë edhe i rregullojnë punët e veta. E kuptova. Ku e çe gishtin Flamuri? Po që ke... Gjeshë e gjinalë. Sa do të nëzirë gjishën, ju a futu atyre prapa, ata në një skem kriminale, vetë me ka për vjetur, jam bledu tërë ashtu. Me banda, me dhjitha, që të bëje. Ju bërë numre me atru, po gjishën ja dërgojnë... Ku? Po të va fusim në mbrapa atyre. Në mbrapa, a? Të shi ku duhet ta ketë fut gishtin, se humbën këta. Si pyetje të vështirë për mua, po problemi që unë s'merrem fare me gishtet e Flamurit, i çoj ku doj. Përgjigje s'kam qef me ta dhonë, sepse se qa përgjigje ka morë, po s'kam qef me ta dhonë. E morave. Ja quaj e di që ja ka drejtu. Pronarit vetë. Flamur Noka i nxjerr gishtin tregues para 11 majit socialistëve. Flamur Noka, Sal Berisha, Ilir Meta janë për të futur në burg. Ashtu, ha? Po. Edhe jeti mrapa. Se nuk jem të popull asnjë. Edhe jeti. Edi Roma i lumt, e fitoi, edhe Flamur Noka pa në karrike tjera mos përvuj për votkot. Kishte mesi nuk i tërgohet popullit. Ja tregoj socialistëve, në fakt, jo popull. Po socialist jetë e në unë. A, kuptoj. Popull për